nuk bën asnjë procedurë. Dhe më pas kur njerëzit dolën për ta ruajtur, filluan nxjerrin teori që jemi agjentura greke, agjentura serbe, iraniane e tjerë. E kanë shumë bezdit pranojnë që natyra është e lidhur me dignitetin e shqiptarëve. Natyra është pjesë e kulturës shqiptarëve. Në marrëdhënie me habitatet tona, ne kemi zhvilluar kulturën, ne kemi zhvilluar zakonet tona. Prandaj është e rëndësishme që ne ta ruajmë. Dhe nëse ne flasim për një trashëgimi të gjallë natyrore, për një zonë pa prekur, është pikërisht kjo zonë, zona e Vjos Nartës. Dhe ata e urrejnë që ne të kemi ende zonat pa prekura, kemi zonat të cilat ne na kujtojnë të shkuarën dhe na bëjnë të ecim përpara. Shkatruan dunat qindra vjeçare, brenda 24 orëve, i shkatruan pas një konsiderat. Dhe tashmë dolën me deklarata që kanë leje, po ndërkohë gardi nuk është më, makineritë nuk janë më. Nuk janë më sepse nuk ka pasur asnjë leje.